Dhuna në familje po lën gjithnjë më shumë gra dhe vajza pas tre në Kukës, ndërkohë që nevoja për programe sociale të strimit është kthyer në një emergjencë. Përballë kësaj situate, Bashkia e Kukësit ka përfshirë për herë të parë në planin lokal 5 vjeçar të strimit social banesa të posaçme për gratë dhe vajzat viktima të dhunës. Sipas antares së Komisionit për Strehim, Aurora Guska, ndërtimi i banesave ose edhe marrja me qira synon një zgjidhje më të qëndrueshme për këtë kategori. Në Bashkinë e Kukësit ka mbi 2 dekada që nuk ka patur një plan strehimi. Plani strehimit është ndarë në 6 pika, konkretisht. Të gjitha familjet vulnerabël, familjet në nevojë, do të trajtohen sipas këtij plani, do të trajtohen nga bashkia me bonus qiraje. Gjithashtu, mbas përpjekjeve për të përcaktuar edhe disa banesa me qira në lidhje me gratë e dhënuara, që 3-4 banesa do jenë në pronësi të bashkisë dhe do t'u hipen grave të dhënuara. Avokatja Guska, njëkohësisht edhe antare e Këshillit të Bashkiakës, sqaron se ndryshe nga skemat ekzistuese të strehimit me kosto të ulët, bashkia do të orientohet drejt ndërtimit të banesave sociale përmes fondeve të dedikuara. Gjithashtu, në lidhje me banesat për shkak të agjendëve atmosferik të rrshitjes së dherave të tërmeteve, në bashkëpunim me shoqatën Jetimet e Ballkanit do bëhet i mundur rikonstruksioni këtyre banesave. Gjithashtu, jo siç u dha para disa vitesh, 2-3 vitesh që u ndan banesat me kosto të ulët, ndryshe nga kjo gjë, Bashkia e Kukës në planin e saj të strehimit po bën të mundur që të thith fonde nëpërmjet këtij plani për të bërë të mundur ndërtimin ku do jetë pronare bashkia për të cilat familjet vulnerabël, familjet në nevojë, familjet që janë me tetraplegjik, do të jenë të parët primarët që ata do të përfitojnë nga këto banesa. Pra, në qoftë se deri dje mund të thonim se Bashkia e Kukës nuk ka patur një plan strehimi në lidhje me njerëzit në nevojë, sot ajo po vjen më afër njerëzve me këtë plan strehimi dhe do ju përkushtohet, do i mundësoj që familjet kuksiane të kenë të mundur të kenë një stres. Streha është diçka jetike dhe këtë gjë nëpërmjet këtij plani strehimi Bashkia e Kukës po ua mundson këtë gjë. Edhe pse kuadri ligjor parashikon mbrojtje për gratë që denoncojnë dhunën për gratë në Kukës, strehimi i sigurt vazhdon të mbetet sfida e parë pas daljes nga dhuna.